Avokat, ditën e sotme është dhe përfundimi i fushatës zgjedhore, nesër është heshtje elektorale dhe të dielën mbajnë zgjedhjet. Si e keni parë këtë fushatë elektorale? Asnjë ndryshim nga fushatat e tjera. Shajnë njëri tjetrin, kritikojnë njëri tjetrin, por deri tani s'kam parë asnjë forcë politike, as nga nga 2 vjetrat jo, por nuk shoh as nga partitë e reja, partiçkat, që të dalë ndonjë nga këto parti dhe të thotë ore, ne do luftojmë që shqiptarëve t'i kthehet prona e tij, prona e ligjshme. Asnjë nuk flet për pronën. Të tërë hahen si qënt në korrit, themi në kurveles, kush të marrë llokmën më të madhe, kush të rrëmbej më shumë, të tërë për të vjedhur, pa përjashtim 100% spektri politik shqiptar është vetëm për të vjedhur. Kanë vjedhur PD, PS, PR, PSD, PDS, të gjithë kanë vjedhur. Të gjithë deputetët janë milionerë. Por do të them një fakt që nuk e kundërshton dot opozita, se unë dëgjoj njerëzit më thonë pse merresh me opozitën. Unë merrem me opozitën sepse opozita më ka tradhtuar. Pse më ka tradhtuar? Në një kohë që pensioni i qytetarit shqiptar është 160-150.000 lekë të vjetra në muaj, opozita shqiptare pranoi që deputetët e saj t'i kishte nga 5 milion lekë në muaj. Nuk u vjen turp këtyre që janë dhe opozit, se opozita presupozohet që të jetë në interes të qytetarit, në interes të popullit. Ata hahen për brashnja. Do me thënë, brashnjagji më të mëdhenj se këta deputetët e këtij parlamenti që kishim deri më sot, dhe këta që presën të bëhen deputet, që nuk do bëhen, po a them unë nuk do bëhen, edhe nuk bëfshin zgjedhje, nuk do njihen zgjedhjet, do ngrihet qeveria teknike që është ngritur tashmë, është gati, sot në 8:30 në darkë, po a them unë, do dalin në media qeveria teknike e krijuar këtu në Pra po Shqipëri. thoni që është kriju qeveri teknike dhe Po, dhe do shpallet sot në 8:30. Kështu është informacioni që më vjen nga Amerika. më i fundit, ëh? Me i fundit. Dhe të dielën bie që të mos ketë zgjedhje apo do mbajnë Se zgjedhje. di pasaj si do ndodhen, si do precipitojnë ngjarjet, se di çfarë do bëhet. Unë pres që të bëhen arrestime, siç është thënë, siç na është thënë, dhe pres që në 8:30 sot në darkë të shpallet qeveria teknike, do dalen tërë ministrat në televizion, në media, do t'i shikojmë të tërë. Këtë informacion kam deri tani, këtë them, nuk e garantoj unë këtë, thjesht kam keni si informacion. Kaq. Avokat, nëse kjo që thoni ju që do bëhet qeveri teknike dhe do anullojnë zgjedhjet, a keni besim që qeveria teknike që do bëhet mund ta çojë para Shqipërinë? Po qeveria teknike që do bëhet, nuk do bëhet me politikan nga këta që janë aktualisht në spektrin politik në Shqipëri. Nga ish deputet dhe ish ministra. Kjo nuk do ndodhë. Do bëhet nga intelektual shqiptar që s'kanë marrë pjesë në pushtet deri më sot, që e duan këtë vend, që e duan atë dheun, që e duan popullin, që duan që shqiptarët të kthehen në vendlinjen e tyre, që duan që prona të shkojë te i Zoti, nga kjo kategori njerëzish do bëhet qeveria teknike dhe këto do t'i bëjnë. Sepse kështu është vendosur matan oqeanit. Kaq di. Avokata, prisni që të ketë arrestime të tjera. Pres shumë. Pres. Nga cila anë, apo? Majtas Djathas? S'ka Djathas. As Majtas, është Partia e Punës së Pushtet. Avokat, është PS-ja dhe PD-ja. Të lutem, dhe njerë, ta kam thënë ty personalisht si gazetar, po e kam thënë dhe në media tjera. Zotëri, nuk ka 2 parti në Shqipëri, është 1. Dhe u sankcionua me marrëveshjen e 21 prillit të ditëlindjes së Leninit të 2008-s, kur bën marrëveshjen dhe ndryshuan kodin zgjedhor me qëllim që në pushtet të mbeten PD-PS, pra Partia e Punës së Shqipërisë. Ky është turpi, kjo është tradhtia që më ka bërë mua Sali Berisha. Dhe prandaj flas që nuk e shoh dot Sali Berishën. Vetëm pra të marrëveshjen e 2008-s, për të cilën deklaroi dhe tha, edhe njerë po të ndodh, po të pyetesha prapa ashtu do veproja, tha. Pra konsekuent në luftën kundër
pronës dhe kundër qytetarëve shqiptarë. Mbështetësi fuqishëm i ati Belesit që quhen atë Himaniotin, që e ka dhe kandidat në partinë e tij. E ka futur në listën e mbyllur. Se çfarë është listë e mbyllur? Listë e mbyllur është diktaturë. Listë e mbyllur është poshtërsi, është tradhti që u bërë qytetarëve shqiptarë. Do votosh ti thot, këta thot njerë që kam unë grupi im, kupola ime, banditët e mi që kam rreth e rrotull, këta s'mi prek do venë se s'bën parlament. Me ata tjerë bëni çfarë doni. Avokat, po ka disa komente që thonë që ne ju kemi parë në takimin që ke pasur në një nga aktivitetet e Berishës. Keni marrë pjesë? Nuk kam marrë pjesë në takimet në mitingjet e Berishës për të mbështetur Berishën. Kam marrë pjesë dhe kam thënë, jo kam marrë pjesë, po i jam drejtuar Sali Berishës në Kabz. E keni në video, mund ta shikoni. I kam thënë, doktor Berisha, nxirr popullin në rrugë për të përmbysur Edi Ramën, sepse Edi Rama nuk ikën me lutje, Edi Rama ikën me përmbysje. Duke pasur besim që do ta bënte këtë gjë të tillë. Pa ditur që Berisha është miku mingush dhe është suporti ku qëndron në këmbë sot Edi Rama në pushtet. Ju besoni që ata janë bashkë? Absolutisht, po, jo unë. Tani dhe, ja, pyet kalamajt aty në rrugë, do të thonë, po, bashkë janë. Avokat, po nëse Berisha do të kishe ftuar që të ishe pjesë e Partisë Demokratike, Absolutisht jo. do kishe pranuar? Po me kusht që të pranonte këto që do them unë tani. E para të revokonte marrëveshjen e vitit 2008, që se bën dot vet. E dyta të deklaroj publikisht që është për kthimin e pronarëve të ligjshëm, por e fundit fare është që ai ka mbaruar tani, është 81 vjeç. Merrem më me të. Avokat, po tek kryeministri aktual Rama, nëse do bëhet qeveria teknike, pritet që ti ndodh të shpallet non grata nga amerikanët apo? Është deklaruar non grata nga amerikanët. Nuk e thot shtypi këtu, se thon kolekti këtu. Por Edi Rama? Po, Edi Rama në Amerikë është non grata. Shikoni personalitete që japin intervista në televizion që i kanë thënë troç Edi Ramës. Edi i ka thënë që ti je non grata në Amerikë, ti e di mirë këtë i ka thënë. Dhe ky Edi Rama nuk e ka përgjinjështuar se nuk e ka mohuar. Kjo është dhe arsyeja sepse ai nuk ka kohë që s'ka bërë vizitë në SBA? Po se qas njëri e kanë shpallur non grata për them. Po se fal Amerikan me Gonigallin Edi Ramës, zotëri. Edi Rama me atë që bëri u bë i hapi syt Amerikës dhe i tha që shiko se dhe në punësit e tu korruptojnë dhe shiten për para, edhe qa në punësit e FBI-t. Dhe nga ana tjetër u doli rrezik i jashtëzakonshëm për vetë Amerikën, sepse duke pasur para kaq të madhe ai mund të bëjë gjithçka. Avokat, po ne vetëm më larg se para 2 ditësh, 3 ditësh, doli lajmi që ish kryeministri Berisha mund të udhthej drejt SBA-s, pra kishim një rënje të nëngratës. Dalë. Dalë mos e ju na gënjeni tërë ditën, ju e kupton, më keni bërë që të mos jap më intervista juve unë. Gazetari amerikan, Cili gazetar amerikan? një nga gazetarët amerikanë që ishte Një reporter. rrugaç në Amerikë që ka marrë 5 lekë dhe ka thënë kështu, pse atë do besoj. Pse nuk e mohoi Departamenti Amerikan i Shtetit që thoshte jo, s'është e vërtetë. Unë do besoj atë që del zyrtarisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zotëri. Po pra, në momentin që një gazetar i drejtohet Departamentit të Shtetit dhe Departamenti i Shtetit jep një deklaratë, nëse kjo deklaratë s'është e vërtetë, Departamenti i Shtetit reagon më njëherë dhe thotë jo, kjo është gënjeshtër ky lajmi. Departamenti i Shtetit reagon kur flasin politikan, zotëri, jo kur flasin kalemgji. Avokat, edhe ty foli Berisha që tha më shesh non grata, mund të udhtoj, mund të bëhem. Pse s'doli një reagim nga SBA? Po gënjen, më dhe Berisha gënjen. Po nëse ka ndonjë gënjeshtar në Shqipëri, gënjeshtari parë Sali Berisha. Më gënjeshtari, më hipokriti, më i pabesi Salihu. Pra ju besoni që si është ish non grata? Absolutisht jo, dhe nuk do hiqet, kur. Edhe nëse bëhet kryeministër? Por nuk bëhet dot kryeministër, se nuk do marrë votat për të bërë kryeministër, harroj atë. Nuk do bëhet kryeministër. Avokat, Kosova është një kryq ku nuk po krijohet dot nuk po zgjidhet dot as kryeparlamentari as qeveriere. Patjetër.
Sepse qeverisë kosovare ishtë thënë hiqat flamur atë paçaure që ka atje të Leck për të fshirë cimenton dhe vur flamuri shqiptar dhe Albin Kurti nuk pranoi. Dhe po që se Albin Kurti nuk vë flamuri shqiptar, ashtu do vazhdoi, pa qeveri akoma. E ka marrë atë urdhër. Ishtë thënë hiqja atë flamur, do bëhet bashkimi kombëtar, more. O zotëri, do bëhet bashkimi kombëtar shqiptarëve. Po Albin Kurti ka qenë një ndër personazhet kryesor, politikan kryesor, i cili në shumicën e rasteve ka artikuluar qasjen e bashkimit kombëtar. S'di çka që ndi ç'është. S'di çka thënë, di ç'thot. S'di çka bër, di ç'po bën. Avokat ju thoni i ka thënë hiq flamur, po ne s'kemi asnjë deklaratë publike që ti ke thënë zyrtare Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po pse ke deklaratë publike që ai sot s'po bën dot qeverisë? Sepse s'ka numrat avokat. Cili numra? Po kush ja Numrat prishin parlament. numrat? Po nga u prishin numrat? Sepse si ka Po marrë do t'i numrat, shofësh nesër, situatë të tillë, nesër tuti do ta shofësh në Shqipëri. se besoni që s'do ketë qeveri, Absolutisht jo. Jo. Nuk do bëhen zgjedhjet. Unë nuk kam thënë që nuk do bëhen zgjedhjet. Dhe nuk bëfshi nuk do njihen. Pra automatikisht do kalojmë te qeveria teknike. pas kësaj do kemi shpresa që Albin Kurti të bie nga qeveria dhe të vi dikush që mund të, po themi siç e thoni ju, mund të mundsoj bashkimin kombëtar nga të dyja krahët dhe nga Kosova dhe Shqipëria? Është Pra, çfarë plani është ky avokat? është një problem që unë nuk e njoh politikën kosovare. Dhe nuk i di mosmarrveshjet që kanë pozita me Jo, pyetja ime opozitën. është çfarë plani është që ju e thoni që do bëhet bashkimi kombëtar? Pra, Ky është plan amerikan bashkimi kombëtar i Shqipërisë. I trojeve të Shqipërisë. Malizi, Kosovë, Maqedoni, Çamëri. Është plan amerikan dhe do bëhet. Është plan i hartuar këtu 100 vjet përpara. Për konjunktura të ndryshme të politikës botërore është vonuar. Tani ka ardhur ora që do bëhet. Do bëhet. Unë kam besim që do bëhet. a ka ndonjë afat, ka ndonjë, po themi kur çfarë? Vetëm në këto gjëra që nuk ka fate. Pra mund edhe pas 200 vjetësh. Por ne nuk themi pas 2000 shekujsh, dhe themi këtë vit. Këtë vit. Këtë vit pra presim Paktën unë e besoj. Këtë që është thënë që brenda këtij viti do bashkohen trojet shqiptare. Tani do bashkohen, çdo bëjnë, që nuk do bëjnë, nuk jam në gjendje ta di se s'kam nga ti di, s'kam informacion. Këto gjëra e din vetëm strukturat që posaçme që kanë gjithë shtetet, kryesisht Ministria e Jashtme, Ministria e Brendshme, Kryeministria, Presidenti. Avokato, do jeni pjesë e qeverisë teknike? Jo. S'keni marrë ftesë apo? Jo. Do doni të ishit? Mirë do që të isha, por nuk jam. Nuk jam sepse unë jam i vështirë për të komanduar. Pra keni parime, keni që nuk shkelni dot mbi Nuk to. i shkel dot parimet e mia. Që në politik duhet bësh marrëveshje. Patjetër. Politika është kompromis. Unë jam kundër kompromiseve. Dakor? Avokat, shumë faleminderit për kohën.